ka dhe kritikat publikut, si përballesh ti me to? Mu më pengojnë vetëm kur futëm familje, kur nuk din asni punë. Më thonë, nuk e din asni problem tjetës temë, për shembull, ose një të mirë tjetës temë dhe futët në familje. Që ka pas raste që kanë thonë Meda është nda me lullën, lullja e ka marrë thminë dhe ka shku në Suedi, ka shku... Nuk e këso thashe theme familjaret. Këto janë, do me thonë, këto janë që më pengojnë. Për mu, personalisht, ne të fletë një muj. Po pse i futë fminë edhe nusën në atë temë që absolut nuk ekziston. Do gjana që se këto janë, që vetëm këto më pengojnë. Tjera gjana absolut... Ka ka folë, s'ka lidhje. Ja, absolut. Për çka je mas shumë të i krenar ti në karjerën tënde? Mas shumë të është krenar jam që e kam pas një familje të shnosh edhe kam një familje të shnosh, gjithmonë. Me thonë, kjo është, jo vetëm shnosh për i Zotit që kemi shëndetim, po një familje të shnosh që gjithmonë me harmoni, me dashuri, me knatësi, me lumëturi e kemi që jetën. Dhe ja ku jeni atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka momentet shpeshtat tilla me familjen, apo gjithmonë janë vështirë t'i gjesh kohën për arsye angazhimeve? Është vështirë, po unë gjithmonë, sidomos vendet të larta kur kam shku në për Amerikë, në për edhe pushime vendet të larta kur kam shku, jam mundu gjithmonë me i pas edhe fëmin me veti, edhe pse me lullën gjithmonë ma shpesh në ka raset mje në shkollë, me shku në për pushime, mirë po periudat kur fëmija i kanë pushimet, atëherë edhe lullja ka dëshirë, normal që shkon të vetë të familja në Suedi, sepse i ka largë, po edhe unë e markohën atë kohë kur fëmija i kanë pushime dhe unë shkoj me kalu do ditë me ta, e kjo është një që kam dashur me ju të regu edhe juve, po edhe njerëzve, por rreth që këta janë fëmija që sa janë rritë, do me thonë, Aldioni ka vetëm 14 vjetë aty, është për një 5-6, aty maj masë, onë tash... është hala ma shumë. Po, është dikon 1,90 m me 15 vjetë. Edhe Lorisi, edhe i ka fillu më rritë, Rejhana është qika e babit, aja që e në jemi nda me fmitë, më thonë, qika është e jemi, atë jemi që të lullës, edhe Denisi, e djali vogël, jam mundu gjithmonë me i pas afer vete, sepse më kanë mungu, gjatë rrugtimit tem, në karierë më kanë mungu shumë, edhe gjithmonë po e merë ke njeri, po e kuptoj ke me vonesë gjithë shkafin. Shtu që koha ishe arë kër e shfridza me familje,